هي جنة وطاب نعيمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na mundsoi që ta agjerojmë dhe këtë ditë dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu agjerimin e kësaj dite Allahu nga ne ta pranon. Ne inshallah do të fillojmë si e kena zakon në Ramazan ditën e diell që t'i lexojmë disa pyetje që janë parashtruar nga xhamati, duke lutur Allahun Azza wa Jall që Allahu të na mëson nga dini I Tij çka nuk dim dhe të na I hatron atë të cilën e kemi harru. Pra pyetja e parë thot: Selamu alaikum. A është hadithi vërtet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka rënë në ruku I ka shtrëngu gonjë sikur t'i kpuste? Sa është hadithi vërtet? Është I vërtet hadithi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka rënë në ruku I ka mbështjell dhe I ka shtrëngu gonjët e tij sikur mi kap e jo sikur mi kput. Mi pa hadithi që gjithashtu se Abdullah Mesudi e ka morë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shku në ruku I ka bashku durt dhe I ka shti mes digjujve, edhe pse ki hadith është I vërtet, është I anuluar. Pra janë anulu këto hadithe nga se në fillim pejgamberi Allahut është fal në atë formë e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fal që në ruku ka qëndru ku I ka mbështjell gujt e tij me durt e tij. Pra është I vërtet hadithi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shku në ruku I ka mbështjell, I ka shtrëngu gujt e tij me durt e tij. Hoxhë nderuar, jam punëtor me një ndërtimtari. A me lejohet të mos agjeroj? Nuk të lejohet që mos të agjerosh, po duhesh të fillosh të agjerosh. Nga se puna si që thotë e ne është farz, po agjerimi është edhe më farz. Për këtë arsye, nëse të mundsohet që në Ramazan të mirë pushim e ke të domosdosh. Nëse nuk mundsohet, apo puna është e tillë që gjithçish të punosh, do e mos duhesh fillimisht të fillosh agjerimin, pra të agjerosh. Nga se Allahu Azza wa Jall të vështirën e ban të lehtë. E nëse gjen vështërsi, si që ka thonë disa dietarë që të betë fikt, atëre arsjetohesh që të qelsh e pastaj të vazhdosh para agjerimin e të kompenzosh atë ditë që e ke qelë. Pra nuk lejohet që ta mirësh pushim në Ramazan. Jam punë edhe asë në sifirës qona. Jam punë dhe më lejohet që të mos të agjeroj. Provoje. Thot pejgamberi Allahut: Istain billah wala ta'jaz. Mbështetju Allahut Azza wa Jall dhe mos u ban I pa aft. Pra nuk lejohet që prej fillimit që të qelsh agjerimin. Vetëm nëse ke punën të domosdoshme, gjithashtu dhe agjerimin e ke të domosdoshme, dhe nuk mund që të agjerohet deri në iftar, pra e gjen vështërsirat të mëdha, mund të ban pjesë para ditë, mund të ban pjesë në grupin e të sëmurve, ditën ditë prap duhet të fillojë. Pra në këtë mënyrë që mos të ketë arsye për Allahut Azza wa Jall me thonë se puna vetëm për çka se jam punë më lejohet që të qeli Ramazan. A duhet t'i vlerësojmë njerëzit
me sakrificën e tyre. S'ka dyshim se pasi që Allahu Azza wa Jall i vlerëson njerëzit sipas sakrificës së tyre. Dhe ne gjithashtu i vlerësojmë njerëzit për shkak sakrificës të tyre që e kanë dhënë për dinin Allahut Azza wa Jall. Megjithatë, nuk do të thotë vlerësimi i njerëzve që kanë sakrifikuar që njerëzit të arsyetohen dhe në gabim. Gabimi është diçka e sakrifica diçka tjetër. Megjithatë, Imam Dhahebiu ka thonë se njerëzit peshohen në kandar me të mirat dhe të këqijat e tyre. Dhe thot Imam Dhahebiu, ka lloj prej njerëzve në këtë dunjë që të mirat e tyre janë atë shumë derisa nuk vlen me ja përmend gabimet dhe të mëetat e tyre. Pra njerëzit peshohen me të mira dhe të këqija. Dhe nuk duhemi ne që të jemi që shiqojmë njerëzit vetëm me njësi. Ja shiqojmë vetëm të mëetat e ja harrojmë të mirat. Po njerëzit peshohen me të mirat dhe të këqijat. Sikur që një njeri keq, edhe nëse ka një të mirë, nuk vlen që të përmendet e mira e tij kur krahasohet me të këqijat e tij. S'ka njeri në këtë dunjë që s'ka ndonjë të mirë. Megjithatë, ka prej kriminalëve të cilët janë bujar, bujaria e tyre nuk përmendet për shkak krimit të tyre. Gjithashtu dhe ka njerëz të mirë në këtë dunjë që nuk vlen me ja përmend të mëetat dhe të këqijat e tyre për shkak të mirave të tyre. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse kemi një pos, një vend ujë që arrin sasin kulletein pa pastërtia, nëse bjen në ta nuk e ndot. Pra njeriu arrin me të mira shumë, derisa të mëetat dhe të këqijat janë që të rreten në të mirat e tyre. Për këtë arsye njerëzit vlerësohen gjithashtu sipas sakrificës së tyre. Hoxhë nderuar, masturbimi e prish Ramazanin. Kemi folë dhe në Ramazanin e kaluar se sipas 4 medhhebeve masturbimi e prish agjërimin. Dhe argument për këtë janë argumentu shumica e dietarëve, kanë thonë se agjëruesi kur agjëron e braktis ushqimin, e lën pirjen dhe e frenon nefsin nga epshi i tij. Pa kjo nën kupton se frenimi i nefsit nga epshi është pjesë e agjërimit. E ai që nuk e frenon nefsin e tij nën kupton se e prish agjërimin. Megjithatë, edhe pse shumica e dietarëve thojnë se masturbimi e prish agjërimin, asnjëri prej tyre nuk thot se masturbimi është sikur zinaja, do thot, apo masturbimi nëse e prish agjërimin, të gjithë këta dietarë që kanë thonë duhet ta kompenzon me një ditë. E jo siç dihet, nëse ka kontakt me gruan e tij që duhet ma shumë se një ditë. Pra nuk ka shpagim para ditë përpos një ditë me një ditë. Gjithashtu duhet të ban tobe, se masturbimi sipas gjithë dietarëve është haram. Pra dhe sipas atyre që thojnë se nuk e prish agjërimin, dhe ata kanë thonë që është haram. Cila është më e vërtetë? Më e vërteta është se masturbimi e prish agjërimin. Hoxhë nderuar, ka marrë injekcion, ama prishet agjërimin. Injekcioni nuk e prish agjërimin. Injekcioni nuk e prish agjërimin. Përpos disa dietarëve që kanë thonë se nëse është injekcioni prej vitamineve, infuzioni e prish agjërimin, për shkak se është ushqim i trupit, ndërsa qëllimi i agjërimit është që të
trupi të përjeton, trupi që të largohet ushqimeve të ndryshme, pra injekcionet, të cilët përdoren përgjithësi nuk e prishin agjërimin, qoftë edhe injekcioni që përdoret për sheqer. Ndërsa injekcionet që janë ushqyese, kanë thonë disa dietarë që e prish agjërimin, e një grup tjetër i dietarëve thojnë dhe ato nuk e prishin agjërimin. A lejohet mi mbyll syt në sejdë? Mbyllja e syve në dua, në namaz, në sejdë nuk është nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk kemi hadith të vërtet që transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një pjesë të namazit të tij ka mbyll syt. Mirë, lejohet apo nuk lejohet? Ibn Qayyimi ka folën këtë tematik dhe ka thonë: ma e preferuar, s'ka dyshim se është të pasojsh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka mbyll syt në namaz, as duke qenë në kom, e as duke qenë në sejdë, nga se kur je në namaz bëjnë pjesë të gjithë gjymtyrët në ibadet, morin pjesë të gjithë gjymtyrët në ibadet, dhe është mirë që dhe syt që të morin pjesë në këtë ibadet. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qëndruar në kom, ka shiqur te vendi sejdës, që dhe syt të morin pjesë në ibadet. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kush ka dëshirë që Allahu ta don atë, let shiqon në musaf. Pra shiqimin musaf është ibadet. Shiqimi namaz në tokë është ibadet, sikur që shiqimi lart duke qenë në namaz është makat, është gjuna, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: ul në shiqimin, pra mos shiqoni të përpjet duke qenë namaz, se kam frikë se syt ju kthehen në qiell edhe më nuk ju kthehen. Ju mirët shiqimi. Ka mundësi të çverbërohet, të qerrohet njeriu nëse shiqon duke qenë namaz të përpjet. Pra shiqimi namaz është ibadet, më e preferuar, dhe më e mira është që syt të jenë të hapur dhe të ndihesh frikë respekt. Mirë, po njëri prej neve thot: unë më i koncentruar jam ku ti mbylli syt. E kanë thonë Ibn Qayyimi, kam frikë se mos po të vjen shejtani që të largon nga suneti pejgamberit Allahut, i cili të ban se ku ti mbyll syt kin se më i koncentruar. Megjithatë, ka thonë lejohet mbyllja e syve në namaz nëse ka ndonjë pengesë që të pengon. Jemi një vend që ka zbukurime para teje. I mbyll syt për shkak se zbukurimi të pengon koncentrimin namaz. Apo je duke u fal, kalon një vajzë apo një femër pranë teje, mbyll syt. Për shkak se mbyllja e syve në këtë rast është obligim dhe kështu me radhë. Pra nëse ka ndonjë pengesë duke qenë namaz, preferohet që ti mbyllsh syt. Më e mira është që të mos të mbyllen syt, megjithatë nëse i mbyll syt nuk e bon dë një gjuna. Selam aleikum. Çfarë është dallimi mes selefit dhe halefit? Selef janë të parë tanë, tre shekujt e parë, që pejgamberi Allahut për mirësinë e tyre, për gjeneratat e arta ka dëshmu dhe ka thonë: khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Njerëz më të mirë janë ata që jetojnë në shekullin tim, e pastaj ata që vijojnë, dhe pastaj ata që vijojnë. Pra kjo është dëshmia e pejgamberit Allahut për atë i thojnë selef. Selef të partë, ata që kanë qenë para nesh. Kur të përmenemi selefët, i kemi për qëllim njerëzit e tre shekujve të parë, që arritën, që jetuan në këtë periudhë dhe fituan dëshminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Halefët janë ata që kanë ardhur pas shekullit 3, 4, 5. Pra ne jemi
khalef të salefve. Ne jemi makams të selefve, se fjala khalef ai që vjen pas. Mirë po nëse njoni i thot vetës selefi, pra njoni thot, unë jam selefi, edhe pse, nëne personalisht ndoshta anoj, që musliman të mos etiketohen me asnjë etiketim përpos me atë që Allahu i ka etiketu, apo i ka emërtu. Allahu thot në Kur'anin e Kerim, huwallazi sammakumul muslimin. Allahu ju ka thujt musliman. Për këtë arsye mjafton për musliman që të emërtojnë veten e tyre si musliman, dhe kjo është më e preferuar. Ndërsa këto epitete, këto emërtime kanë dalën me kalimin e kohës për t'ia sqaruar njerëzve cilën rrugën e pasojmë. Për këtë arsye, kur është pyet Imam Malik se kush janë ehli sunne, para se të emërtohet ehli sunneti me këtë emër, ka thonë Imam Malik, ehli sunne janë ata që s'kan emër, janë veç musliman, që të janë ehli sunne. Mirë më me paraqitjen e shijave, me daljen sken të shijave, atëre muslimanët e panë të arsyeshme që emërtojnë në vetën tyre ehli sunne. Pastaj u emërtuan dhe ata dhe thanë dhe ne i përmbami sunnetit, e këto e shtuan dhe thanë jemi ehli sunne wal jamaa. Kur kanë dalën tarikatët, kur kanë dalën grupet e devijuara, muslimanët e kanë pa të arsyeshme që të emërtojnë vetën e tyre për t'ia bë me dije atyre që kanë dëshirë të ngjekin të gjejnë makollaj. Nëse me thonë se ne e mormi pej Koranit, sunnetit, si që kanë kuptuan selefët e umetit, e kanë shkurtu. Ka thonë ehli sunne wal jamaa, apo i kanë thonë vetës selefi. Do të thotë selefi pasues i selefëve. Kjo fjala selefi do të thotë pasues i selefëve. Nga se ati, a nuk je që i thu vetës hanefi, mos je Ebu Hanife. Do të thotë që kur i thot njoni vetës e ti selefi, do i thojnë se selefët janë konë 3 shekullin e parë, ndërsa a i thot vetës hanefi, e në cëllin shekull jeton 21. Për këtë arsye Ebu Hanifja ka jetu në shekullin e parë, shekullin e dytë. Hanefi do të thot, e ndjeki rrugën e Ebu Hanifës. Selefi do të thot, i ndjeki rrugën e gjithve atinve që e fituan dëshminë e pejgamberit Allahut. Pra nuk vizohet vetëm me njeri, pse? Për shkak se një njeri mund ta qëllon dhe mund të gabon. Ati ku e qëllon përfitojmë dhe mormi. Ati ku gabon, jalom gabimin ati dhe ndjekmi pejgamberin Allahut. Se pejgamberi Allahut është i domosdoshëm që të ndjekët, që nuk lihet çdo sen që ka ardhë pej pejgamberit Allahut mirët, nuk lihet asnjë send. Abdullah ibn Amr ibn Asi shënonte nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo send që dëgjonte. E qortuan shokët e tij dhe i thanë: "Kë është njeri për pejgamberin Allahut, flet sikur ne. Për këtë arsye e qëllon dhe gabon. Mos shëno çdo send që dëgjon prej gjuhës së tij." Del pejgamberi Allahut dhe Abdullah ibn Amr ibn Asi këtë ankes e paraqet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thojnë më qërtojnë kolegët e mi dhe më thojnë mos shkuaj çdo send. Për shkak se ti e njeri që e qëllon dhe gabon, tha pejgamberi Allahut: "O këtobi Abdullah, shëno Abdullah, se pasha atë që shpirti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është në dorën e tij, nuk del prej kësaj gjuhe vetëm hak." A garanton se për Ebu Hanifës ka dalë vetëm hak? A garanton dikush se për Ebu Bekrit, që është më i madh se Ebu Hanifi, ka dalë vetëm hak? Për Omerit gjithnjë vetëm hak? Të pagabuarit kanë vdek, i pagabuari është vorros. Çdo kush e qëllon dhe gabon. Ati ku e qëllon, e ndjekmi e përcelmi, ati ku gabon e arsjetojmë, dhe ai ka morë se vapët e timi, po neve nuk në lejohet që të ndjekmi. Pra selefët janë ata që kanë jetu në 3 shekujt e parë. E nëse njoni e ndjek, a ka problem? Nuk ka problem.
Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë aleikum bi sunnati wa sunnat al-khulafai rashidin min ba'di. Përmbajeni sunetit tim dhe sunetit të khulefave që kanë ardhur pas meje. Pejgamberi Allahu na ka porosit që na ta ngjekmi rrugën e tyre, të përfitojmë nga ato, ta kuptojmë dinin e Allahut siç e kanë kuptuar ata, nga se ata kanë qenë më të ditur se ne, më të devotshëm se ne, më afër shpalljes, e kanë përjetuar shpalljen, për atë ne jemi të domosdoshëm që ta ndjekmi rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kuptimin e selefëve, kuptimin e të parëve. Se Allahu thot në Kur'anin e Kerim, fa in amanu bimithli ma amantum bih. Pra nëse vinë gjenerata pas juve dhe besojnë siç keni besu ju, kush është për qëllim ju? Siç kanë besu në Kashbenditë, apo siç kanë besu Sulejman Gjita. Allahu thot në Kur'anin e Kerim, në kohën kur ka zbritën Kur'ani i Kerimi, fe ina amenu, nëse besojnë, gjenerata që vinë, gjenerat pas gjenerat, sikur keni besu ju, kush janë për qëllim ju? Sahabët, shokët e pejgamberit Allahut. Fe in amenu, bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Nëse besojnë dhe ato siç keni besu ju, janë në rrugë të drejtë. Kjo garanca më e fuqishme që ka ardhur në Kur'anin e Kerim prej onës Allahut për ata që ndjekin në rrugën e selefëve. Ata të cilët e ndjekin në rrugën e qerve. Për shembull, qoftë Maturidi, qoftë Eshari, qoftë Sufi, qoftë Nakashbendi, qoftë Sulejmanxhi, qoftë Bekteshi, qoftë. Keni garancë prej onës Allahut se jeni të udhëzuar? Keni garancë prej onës Allahut dhe pejgamberit Allahut se jeni në hak dhe në të vërtetë? S'ka garancë. Për shkak se rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam a rruga e sahabëve të shokëve të pejgamberit Allahut. Për këtë arsye, kjo është dallimi mes selefëve dhe halefëve. Quaje veten siç dosh, edhe pse preferoj unë ta quaj veten musliman që ndjekmi rrugën e pejgamberit të Allahut, mjafton me kaq. Për shkak se etiketimet dhe emrat bëjnë përçarje dhe ndarjen mesin e muslimanëve që na më pak kemi nevojë sot të ndami. Thot selamu aleikum. A mund të na tregoni diçka mbi urtësinë e agjerimit, pse Allahu Azza wa Jall obligoi agjerimin? Allahu Azza wa Jall prej emrave të tij është El Hakim, është i urtë. Nga se Allahu nuk ban diçka pa urtësinë e tij. Qoftë këtë urtësi e dim, apo qoftë ne nuk e dim. Pra Allahu nuk dërnon diçka vetëm ka hikmet në ta. Kjo është pjesë e besimit ton, e akidës e Ahlusunnetit dhe Xhamatit. Pse me fal drekën bash në zenit, ka hikmet që se dim, megjithatë ka hikmet në ta. Pse Allahu Azza wa Jall na i obligoi agjerimin, Allahu Azza wa Jall pse na i obligoi agjerimin, na tregoi në ajetin që na i obligoi agjerimin. Ja ju ledhina amenu, kutiba alejkumus siyamu, kama kutiba alel ledhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ka thonë, o ju besimtar, o ju që u radhitën në radhat e besimtarve, ju është obligu agjerimi, si që ju ka obligu dhe popujve para jush, që të arrini devotshmërinë, që të arrini shkallën e devotshmërisë. Një nga urësit e agjerimit, qëllimi kryesor është arritja e devotshmërisë, që të bësh i devotshëm. Çka do me thoni më bëj i devotshëm? Do të thotë, më koni devotshëm më jutut Allahut, do të thotë që urdhat e Allahut mi qunë në vend, ndalesat e Allahut mi lon. Kjo do me thonë devotshmëri. Për ata, Omer ibn Abdulazizi, kur e pyet njonin prej të afërmeve të tij që çka është devotshmëria, tha e ki morë një rrugë që ka thera në ta, e ki ndjek dënjerë një rrugë që ka pas thera në ta, dhe ke qenë kam zbathur në ta, tha po, qa ke bo? Tha ki kam qelë si të mirë, e kam këshirë kamën ku penoj. Ka thonë kjo është tekvallëk. Mi qelë si të mirë, me këshirë se qka po banë, qka po fletë, ku penon kamën tonë, qka po vepronë. Pra ata Allahu Azza wa Jall na i obligoi agjerimin
nga se agjerimi është një ndër elementet kryesore më të rëndësishme që njeriu e çon te devotshmëria. Pra në kuzhinën tonë kur kush nuk qef pos Allahut. Megjithatë frigoriferin plot. Frigoriferin e ke plot. Nuk të shef vetëm Allahu. A shkon me ngron? Jo. Kush është ai të cilit pengon? Është friga Allahut, shiqimi Allahut, përcjellja Allahut, tuta Allahut. Nuk e bën njeriu që të prish agjerimin e tij. Pra kjo është shkalla e devotshmërisë. E Allahu ka thonë innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu azza wa jall e pranon ibadetin vetëm prej të devotshmëve. Pse na pas na çu me agjeru? Që Allahu na pranojë. Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim na tregon se Allahu azza wa jall xhennetin do t'ja trashëgon robëve të tij të devotshëm. Wa tilka al-janna allati nurithu min ibadina man kana taqiyan. Kjo xhenneti që na nuk ja trashëgojmë këtë xhennet dhe vetëm atinve që kanë qenë të devotshëm. Pra Allahu azza wa jall një ndër hikmetet urtësit që të na japë neve xhennetin, na i obligoi agjerimin që të afrohemi te Allahu, që ta sfidojmë shejtanin. Si thot Ibn Taymija, se njeriu kur nuk han dhe nuk pin, apo kur han pak dhe pin, damart i ngushtohen. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se shejtani qarkullon në gjakun e njeriut. Se sa herë sot hapën damart, shejtani është më aktiv. Sa të ngushtohen damart, shejtani është më pasiv. E Allahu na i obligoi agjerimin, që t'i ngushtojmë damart, që t'ja zom vrimat shejtanit, që ta braktismi të keqen dhe të arrim kënaqësinë Allahut. Pra ata me agjerim ka shumë urtësi, po Allahu azza wa jall disa nga ato na i ka tregu e të tjerat i din në vetëm ai. Selamu alaikum. Gruaja shtatzane dhe gruaja gjithdhënëse a kanë të drejta që të mos të agjerojmë. Allah është përbleft. Gruaja shtatzane dhe gjithdhënës së pari duhen të dinë se kanë të drejta të agjerojmë. Këse disa gra mendojnë se nëse janë shtatzane apo gjithdhënës se haram e kanë me agjeru. Jo, nuk e kanë. Nuk e kanë haram që të agjerojnë. Nëse e kanë let, kollaj. Nuk dijen kur një falë lodhje, e kanë obligim që të agjerojnë. Mirë po, nëse janë shtatzane apo gjithdhënëse dhe një në vështërsi në agjerim, kanë të drejta që mos të agjerojnë dhe ato ditë t'i kompenzojnë pas Ramazanit. Nëse një në vështërsi, në periudhën e shtatzanis, apo nëse frigët për fëmijën e saj, se pi mungon qumsht, që janë gjithdhënëse, kanë të drejta që mos të agjerojnë. Disa kanë thonë, nëse fëmijën e foshnjën e ka në gjinë, dhe frigët se po i mungon qumshti fëmis, obligohet që mos të agjeron. Obligohet që mos të agjeron. Ndërsa, nëse kanë vështërsi të madhe, atëre obligohen që mos të agjerojnë. I kompenzojnë ato ditë mas Ramazanit. Është e preferuar. Dhe është mirë që mos të presin, mos të vanojnë kazan, kompenzimin që të mos të amërije qetëri Ramazan, vetëm nëse janë me arsije. Për shembull, e ka fëmijë në gjinë, ka arsije, ka problem. Nëse nuk ka arsije, nuk preferohet që kazaja të vonohet ma shumë se sa arritja e qetrit Ramazan. Derisa disa dietar ka thonë nëse një njeri ka borxh në Ramazan dhe e vonon kazan derisa e mërrin qetri Ramazan, pa arsije, po tham pra pa arsije, atëherë thot duhet që ta kompenzon atë ditë dhe ta jep një sadakatul fitr. Thot e kompenzon ditën që se ka agjeru, e ndëshkimi është për shkak vonesës. Për atë kanë, për ata të cilët tregon neglizhent ndaj ditëve të cilët i kanë met kaza, e mrin qetri Ramazan. Për ata Aisha radiallahu anha transmetohet, e cila ishte në ciklin mujor të saj, 100 ditë,
dhe ajo i kompenzon të mas Ramazanit, mëse shumë ti që i është vënu në muajin Shaban, mëse shumë ti, që transmetohet që Aisha i ka bon kaza ato ditë në muajin Shaban. Muajin Shaban është para muajit Ramazan, pra nuk e ka prit Ramazanin qëtër. Selamu alaikum wa rahmetullah. Aleikum selam. Cili është më e mira në udhtim, të agjerosh apo të qelësh? Cila është më e preferuar kur je udhëtar, me agjeru apo me qelë mos me agjeru? Më varet prej njeriut. Nëse udhëtimin që e ka nuk nin lodhje me agjerim, më e mira është të agjerosh. Nëse udhëtimin që e ke të letë, më e mira për ti që të agjerosh. Për shkak se ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim, wa an tasumu khairun lakum, me agjeru është më mirë për ju. Dhe transmeton Abu Darda radiallahu an, me kemi qenë me një udhëtim në Ramazan me pejgamberin Allahut. Asnjëri prej neve nuk agjeronte përpos pejgamberi Allahut dhe Abdullah ibn Rawah. Ç'a tregon? Do të thotë që më e mira që të agjerohet. Për shkak se pejgamberi Allahut mos me pas qenë më e mira nuk ish agjeru. Mos me pas qenë më e mira dhe Abdullah ibn Rawah nuk ish agjeru. Mirë po. A i lejohet atij që të çel përderisa udhëtar? I lejohet. Për shkak se ka arsye sheriatik. Pra nëse e ka let udhëtimin, më e mira është që të agjeron. Nëse i vështirësohet pak, më e mira është që të qelë, edhe pse lejohet që të agjeron. Nëse ka vështërsi më të mëdha, do të i vështirësohet gjendja e tij në udhëtim duke qenë agjerueshëm, atëherë ka të ndaluar haram të agjeron. Transmetohet me një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shef janë grumbullu njerëzit për rreth njënit. Të pyet pejgamberi Allahu dhe thot çka? Thot njëni është agjerueshëm në udhtim, jemi duke i bën hije. Ati ja kupton e kanë shlu kom, edhe s'pe majnë kom. Ka thonën po mos të agjeron. Ka thonë ja Rasulullah, ka po ti e duke agjeru, për ata po agjeron. Pejgamberi Allahu të merr qumshtin e pin para ket. Mas i kindijës, mas namazit të ikindis, e prish agjerimin pejgamberi Allahut mi tregu se nëse vjen gjendja e tillë, në këtë rast, nuk është nga mirësia të agjerosh në udhtim. Dhe pejgamberi Allahut e prish, pastaj i tha ja Rasulullah, ka dhe do që po agjerojnë s'me prishin. Ka thonë ulaike humul usa, ulaike humul usat. Lej thot se ato janë mëkatar, lej ato se janë mëkatar. E kemi në pyetje gjithashtu kështu thot, a është i sakt hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është prej mirësisë agjerimi në udhtim, hadithi vërtet, që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi që thot nuk është prej mirësisë agjerimi në udhtim për kanë, për atë që e ka vështirë, për sikur ata të cilët e kishin vështirë dhe agjeroshin. Kjo nuk është sevap, po e merr lehtësimin e Allahut, sikur Allahu azza wa jall ka desh që ne vështërsitë t'i krim, ka desh Allahu dhe prej neve gjithashtu t'i mormi lehtësimet që Allahu na i ka lehtësu. Selam aleikum. I kam 28 vjet dhe nuk kam agjeru deri tash. Çfarë duhet të bëj? A duhet që t'i kompenzoj ato muaj që më kanë kalu në vitet e kaluara apo jo? 28 vjet nuk agjeron? Plaka 80 vjet po agjeron? Çfarë duhet të bëj? Duhesh t'ja fillojsh të agjerojsh pa sport. Pasi pendim Allahu azza wa jall. Alhamdulillah që tu ka kujtu 28 vjet, s'ke shku te Allahu azza wa jall pa të kujtu. Po megjithatë, çfarë duhet të bëj para ato vite të cilet nuk i kam agjeru? Para ato vite me t'i dhonë Allahu 8000 vjet me agjeru së një kompenzon.
jo 800, 8 milion vetë, Allahu Azza wa Jall me t'i dhonë, për atë muaj dhe vit, për ato ditë që nuk i ke agjeru në kohën e caktuar, me t'i dhonë Allahu 8 milion vetë, me agjeru për ato ditë se mi kompenzon, mi parameti Allahu tash i madhë, që Allahu Azza wa Jall i falë të gjithë mëkatët, për ata këto shlijen me pendim, ka thonë djetarë, ditët të cilët kanë kalu dhe nuk i ke agjeru, a duen që të kompenzohen, nëse ja ke fillu të agjerosh, dhe ke prish, gjithqish duen ato ditë që të kompenzohen, dhe ne shpresojmë se që të kompenzohen ato ditë ku e ke prish, ndërsa, nëse nuk e ke bon jetë fare, as që i qunë si firë, e as se ke planifiku me agjeru, e as bile se ke ditë kur ka qenë Ramazani, të bëhet fjalë për ata të cilët s'kan pas qëllim të agjerimit fare, ka thonë për to nuk ka kompenzim, po ka taubë. Nëse i pendohen Allahu Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall është ai i cili i falë të gjithë mëkatet dhe duhet që të agjeron nafile sa të mundet që të arrije shpërblimin, nga se ato ditë të agjerimit që i kanë kalu, si transmetohet nga Abdullah ibn Abbasi, tanë jetën me agjeru për një ditë të Ramazanin me kompenzu s'munësh. Nga se agjerimi për ta është jo në kohën e dur. Si kur njoni me anis në Shaban me agjeru Ramazanin, a i pranohet? Ka thonë nuk i pranohet dhe Ramazani me agjeru në Shawal. Si kur që drejka nuk pranohet para vakti, nuk pranohet dhe mas vakti. Për ata ati pëse nuk i pranohet agjerimi ati, për shkak se janë shmas vakti, pa arsije, nuk ka arsije shariatik. A ka një smut? Jo. A ka në udhëtim? Jo. A ja ka fillu me agjeru, pas të e ka prish? Jo. Pra s'ka arsije. Për këtë arsije, Allahu Azza wa Jall ditët e Ramazanit i ka përcaktuan, i ka caktu që ibadeti kësaj dite ti që i agjeruash. Ibadeti kësaj dite kur njetë se ne kompenzon këtë ditë. Për dhe alhamdulillah që ki që u luhuan këtë ditë agjeruash. Si kur mos me pas qenë agjeruashëm, me dash që me arrit se vapin e kësaj dite, 8 milion vetë me pas agjeru se në arrit. Se Allah Azza wa Jall e dënë veprën në kohën e caktuar, me mos të caktuar, ditën e caktuar. Kjo dita e caktuar. Për këtë arsye ti që i ki mush 20 vjetë, 8 vjetë, agjero tash, dhe pendoju Allahu Azza wa Jall sinqerisht, dhe mos le mo Ramazan që të vjen dhe je gjallë pa agjeru, dhe agjeru na file sa ke mundësi që ti kompenzojsh ata që kanë kalu, ndërsa Ramazanet që kanë kaluan nuk lipet nga ti që ti bajnë shkaza se se një banë. S'ke mundësi me i bon kaza. Kurse neve për para ka nga thonë, shka ka thonë shkon gurbet në puno sa puno, 20-30 vetë, pas taj kur këthesh të shpija i ban kaza dhe kejt lomë. Dhe mendojnë disa se nëse ka kaza, ka lecim. A nuk e din ma i spari ki njeri se a ka me jetu ajo, a mund mi bon kaza ajo, po ne po i thojmë edhe me mund. Sa vjet inshallah kemi jetu? 500 vjet? 2 milion në vet? S'ke mundësi me jetu. S'ke mundësi ditën që e ke prishën për punë, me arsye punës, me arsye që s'ka arsye aratik. Tregoj njoni dhe ditët e punës ta nuk agjeroj, amo qëtu në dile kur se lon. Ramazani sa qëtu në dile. Ramazani nuk ashtë në fil. Tha shefi pelip, e Allahu pelip boshver. Shefi pse pelip punën, problem. Allahu pse pelip agjerimin tanë. Por rreziku është që imani jot. Abdullah ibn Abasi transmeton nga pejgamberi Allahu ka thonë shtillat e imanit janë 3. Shahadeti, namazi, agjerimi. Nga ke hadith kanë thonë disa dietar, kush e len agjerimin del pi feje. Sa është musliman? Zindik, fasik, munafik, krejt i ka. Për shkak se nuk e agjeron muajin Ramazan, dhe i tutët të riskot
e nuk I tutet Allah. Ai që e zbrit riskun është Allah. Nëse Allahu Azza wa Jall ta mshel firmën, çes pi punë boxver, s'ka problem. Do të boxver, fëmijët lipin me hangër, pse ati I jepa. Ti e ai që I në lukthin e gjalit tanë dhe ja tret ushqimin dhe ja ndan, zemrës merr që kaç, bushkënive kaç, trunit kaç, ti ja don. Kush I don më këtë? Ta gjallin se kam mirë diçka, shka po hape vjell. Hinë mrena, thuj mos dil se kam fituan me gjerës. Qish pe vjell ata të cilën ta kam blej shtrejt. Pra leo të ndërshëm, kjo është ajo e cila duhet njëri ta kupton se ma I modhi është Allah. Dhe Allah Azza wa Jall nëse ta mbjell një risk, një derë të furnizimit, dyjese ta ka zgjedh një derë më të mirë. Allah një ka mbyll njeriut një derë të riskot, vetëm ja qel 2. E beson kush e beson dhe se beson kush se beson. Dhe kemi treguar se si Ibn Qayyim thot fëmijë që diku është në embrion, fëmijë foshnjë ushtjet nëpërmes kthizës me gjak. Por sa të linde fëmijë, gëzohen kejt familja, punën e parë ja presin kthizën, ka dalë. Mos ja prek kthizën se po des gjali. Jo, nuk des. Po des. Se gjaku nalët, aja ushtje me atë. Jo, thot mos e bajt der. Aja fillon tash me thith ajër. Edhe Allahu ka qu qomsht. Te ja ki qu apo Allahu? Allahu. Deri kur, deri 2 vjet, mas 2 vjet dhe s'ka qomsht. Mbyllën di kanale. Allahu ja mbyll di që t'ja hape 4. Fëmija jotë, mashallah, I ka ndalë dhomë, thët. Ha? Tja blem një di ati që I pa që I dhëmin e pari pas ka dalë. Gjallit ka dhomë, pse këto dhomë ka ndalë, me hongër diçka. Pse ti së mpa kur gjose më ka radhë dhomë, pra Allahu Azza wa Jall është ai cili ja ka pregadit gjuhën, gojen, dhomë, me hongër diçka. Qa të mërmenja, kejtë këto Allahu I pregadet qka me hongër. A është normal? A ka mundësi dikush bojko të pregadit? Traktorin, plogon, gjithë, harën se ka. A është normal? Allahu Azza wa Jall ka pregadit këtë sistem dhe janë mbyll di kanale ja ka hap 4. Fëmija janis me hongër mish dhe qumsht. Janis me nglon bim dhe mish, me pi qumsht dhe me pi uj. 4. Deri të des. Ku des e baba gje? Ha? A ha mo? Nuk ha. I mbyllën të 4 kanalet, Allahu ja hap të dirë të gjennetit nëse ka punu për ato. Difishuar. Kja bujaria Allahu Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall ka thonë në Kur'an-i Kerim, ma uridu minhum mir riskin wa ma uridu e yut'imon. S'jam të lip e juve ju me ushtje, pse qatë shumë ti pi jep zor punës tonë, apo donë ti Allahun tanë me ushtjeja. Allahu dhe s'jam të lip mara muje me ushtje, jo mara gjem, po qatë shumë hajnë. Qatë shumë hajnë ata. Ma uridu minhum mir risk wa ma uridu e yut'imon. Inna Allahe huwa Allahu ar-Razzaqu dhul quwwatil matin. Aja që të ka qurë risk, aj që të kjep kuvet, edhe aj që të I vend të vendosshëm. Allahu Azza wa Jall është pasanik. Për këtë arsye, nuk lihet agjerimi për shkak furnizimit, se furnizimin e jep Allahu e nuk I jep shefi, cili është dënimi I mos agjeruesit të Ramazanit. Ma interesant është, ka thonë dietarët, se nëse I hapmi librat e hadithit pejgamberit Allahut, kemi me 10 dhe 100 hadithet pejgamberit Allahut, se ai që e lë namazin e ka këtë dënim dhe këtë, ai që jep zekatin e ka këtë dhe këtë, ai që shkon hax këtë dhe këtë, për agjerimin e kemi një hadith pejgamberit Allahut, cili është dënimi atij që e lën agjerimin. Pse veç një? Ka thonë se njerëz namazin e lën plot. Në hax shkojnë plot. Zeqat s'japin plot. Agjerimin me lon pak. Janë që e lon. Musliman po flas. Ai që e ka lon agjerimin, si duket e I vallaj ka thonë Islamit mut. Pakica janë
që e lon agjerim. Për ata njoni thot, valla unë e kur namaz xhami jo, ma agjerim. Pise jam i vogël, kur se kam lon. Inshallah janis Ramazani se kur gjon s'ki bon, ta njët. Inshallah janis duk vdes për të shkon të Allahu Azza wa Jall, inshallah nuk shkon pa namaz, se as një ditë e agjerimit tanë nuk pranohet të Allahu pa namaz. Po cili a dënimi ati që cili nuk agjeron pa arsye. Cili është dënimi? Transmeton Ibn Hibbani nga Ebu Umam el-Bahili u thot pejgamberi Allahut, më kanë ardhur di melek, më kanë zgju natën, nëndër. Dhe më kanë kapën në krah dhe ka thonë hec. Kam hec derisa kam arrin në skajnë të një kodrës, ka thonë hip. Pi tham lartën hipi. Hip se të nimojmë na, tha hipa. Tha kur hipa gjetha e nita, klithmet, bërtitmjet të frikshme, të njerëzve që bërtishin. Dhe i pyta këta që më shoqëronin dhe i thosh na kush janë këta, thanë banor të xhenemit. Tha pastaj e posh një njeri, i varur për kom të përpjet, nga goja ti rjedh të gjak, e i pyta këta që më shoqëruan kush ashki, tha njoni cili a qunë sifir, ja ka nis me agjeru tërka dreka ka i kindia, pastaj e ka prish. Nga goja ti tha rjedh të gjak, goja ju pat qa, ati që cilin e ka fri gojen e vet, jo prej para Ramazani, rafsh Ramazani sigur mos më konë, po a qunë sifir, e ka bo një jetë, ja ka fillu agjerimit pas e ka prish, e ka qelë pa arsye, as i smut, as udhtar, ka prish agjerimin e ti, ka thonë kja është ndëshkimi atinve të cilët e prishin agjerimin me pa arsye në Ramazan, që në përmenje për ata të cilët hiq nuk janë nisin. Ka thonë Sheikh Albani, rahimahullah, dhe disa djetar, kjo flitet për ata të cilët e kanë nis agjerimin. Për ata të cilët nuk e kanë nis hiq me agjeru, nuk flitet për çka se pikpyqje është a kanë imon as kanë, a kanë besim as kanë. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, agjerimi është dhurat e Allahut që Allahu ta ka dhuru. Për ata ne kemi folë me një temë, agjero para se të imponohet agjerimi. Agjero me dëshirë, para se agjerimi të bëhet obligativ i vetvetes tone. Ndëgjoj Allahun tanë para se ta ndëgjojsh mjekun. Sot Allahun s'pe ndëgjon. Nesër shkon të mjeku dhe thot, mjeku këtë ushqim dhe këtë, fun. S'muj. Fun atëre dunjos, muj. Dhe thonë mun. Për shkak se kjo ka indir, kjo ka indir, kjo ka indir, kjo të ban, kjo, shtipja nalë. Apo do me shtipja poshtë? Po, lej kejt, i lash. Dohonin stop. Mobe, s'ka dohan mo. S'muj me lon pin vëgjlim, kanceri, tamam, oldo. Bitti u kri. Ula, tha o gjaveni për që 5 vetë që i kam lon për një vetën mirë. Po Allah këtë ka thonë me lon pëse se ki lon. Am se vape, am qebab. Am se vape të Allah, am kishe morën atë të cilën sot e ke. Për këtë arsye, leo të ndërshëm, agjero, para se të obligohet agjerim, sa njerës kam pa me si të balit tim, që Allahu Azza wa Jall kur s'kan dit as agjerim as kur gjo, Allahu Azza wa Jall në fund të jetës së tyre i ka sprovu që agjerojnë, ama jo, atë agjerim që Allahu e ka lip. Jeton vetëm me kos. S'ka që tërsen. Dhe të regon, Muhammed Hussein Jakubi të regon të më një spital kër e ka vizitu, ta kalova pra një dhomës në spital, tha e posh njoni kërcen të prej krevekut duke bërtit. Dhe pipis për i dha mjekve, thot, a s'kini më shirë hitë, shkoni më rekshirë, në thot, ki që 8 vetë anë qështu. Thot që 8 vetë anë qështu. Thot 8 vetë, qka vuan? Tha për shkak se kur të haje, tha deri t'ja tre të lukë thi ushqimin, ka dhimje të mëdhaja.
S'kemi na injekcion dhe ban me ndal dhimbjet. Pi tham Allahu ju mëshirov, jepni diçka të langët, që tret lukthi kollaj, tha nuk i japni vetëm qumsh, për ta tret qumshin 2 orë bërtet. Agjero, para se t'imponohet agjerimi, agjero, me dëshirë, para se Allahu Azza wa Jall të sprovoje me diçka që vallahi tan jetën 50 vjet ndoshta kemi jetu dhe 50, haram Allahu ta ban një ushqim s'ke mundësi me shtim ngoj kur hiç. Allahu Azza wa Jall na ka sprovu. Sa jemi ne që ndëgjojmë Allahun Azza wa Jall në këtë rast. Allahu na përmirësoj dhe na fal. A pranohet agjerimi pa namaz dhe a pranohet agjerimi nëse falet vetëm në Ramazan? Tham, agjerimi pa namaz nuk pranohet e Allah. Usdonin ditë e kiametit, vallahi na ki kallzuan, na ki kënaqën, amo që këta a kupton se na ki tregu. Jo. Vallahi më ka thonë jo, që ani shko me atë hoxh, ndoshta bashkë me ta agje, kupton? Ka vend edhe për xhallar edhe agje. Për këtë arsye. Ka molumtu dhe ka lip në këtë temë. Njani thot mos i thuj çështu për shkak se e le dhe agjerimin. E ta lojë, xhenemi e pret. Pse ne advokat të njerëzve kanë ardhur këtë dunjë? Ti pse për atër temë, për atër hoxhës je tu ke agjerua? Unë po të tham ne, nëse e ke një të mirë, nëse një nolle tu ka këputën, nësë po të thojmë që putë edhe qetrën leje hec kam dal. Na po të thojmë merë edhe qetrën nolle në gjitë edhe hec me sikur që të ka hije. Na po të regojmë se me një këpuc nuk hecët. Nuk bëhet gjiro, nuk qitet shalam me një këpuc. Nëse du ka këput një nolle në gjitë qetrën, nësë po të thojmë që le agjerimin, na po të thojmë se nuk pranohet agjerimi pa namaz. Besh vakt namaz nuk e, s'ke agjerim. 50 vjetë ke agjeru, s'ke. S'pranohet Allahu Azza wa Jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'kam të vol unë. Thot njëri vallahi do të shkoj në ahiret ta provoj. Provoj. S'ka këthim. Po mirë një hoxh tha vallahi me agjerim inshallah ka dal më rrinë. Apo me agjerim pa namaz. Një hoxh tha. Një hoxh tha jo vallahi. Tha pa namaz ka agjerim s'ka xhennet. Cili të merë më mirë? Ta për marë më mirë ati se ma let. Ani ma let. Si dale se për një me pas ka xhennet mirë i ki punë. Po me dale kundër da? Me dale se jo, s'ka xhennet. Ha? Qka ban? Këthesh edhe njerë? A mund është mu këthi edhe njerë? A me morë mendimin e ati që ka thonë se s'ka xhennet pa namaz. Ku shkoj të gje? Shkon a gje? Në ahiret dhe i thojnë, pas ka mëra xhennet pa namaz? Po mirë ti me namaz, ala ma mirë. Po nëse s'ka xhennet pa namaz, edhe qashtu a? Atëra i be pishman pëse e kingu? Për këtë arsia Hasan e Basriut. Tha e kena një hoqë, tha gazepin e po me ta, na tut. Zdil tha me na dhonë shpresa kur, tha na tut, gjithë nja. Tha jetoni me ta, tut në me ta, deri sa të shpresoni ku të shkoni në xhennet, mos jetoni me ato që japin shpres e të shkoni tut në ahiret. Se një jabu tut në dunjon në ahiret. Ku duni? Tha ma mirë, tha tut në këtë dunjon, që mos të tut në ahiret, se sa të shpresoni në këtë dunjon e të tut në ahiret. Për këtë arsye o leo të ndërsh. Çështja e namazit, çështja e xherimit pa namaz a serioze. Thot pejgamberi Allahut, el ahdu alladhi bainana wa bainahum tarku s-salat. Dallimi mes neve dhe jo muslimanëve është namaz. Kush e le, ka dal pi fes. Thot pejgamberi Allah, kush e le namazin e ikindis pa fal, i ju asgjësohen veprat. Një namaz di ikindis? Një namaz. Ka thonë Ibn Qayyim, ja asgjëson veprat e asaj ditë. Kindia ti kisot, atë ditë, ka thonë ti asgjëson, ti gje kejtë punë që i ki bon të mira. Po nëse namazin përgjësi e le, po flas namazin përgjësi e le, qështu kjo ti gje krejt punë të mira që i ki bon. Hajibe jam konë, haji, pa namaz ka xhennet. Agjerim.
të pranuar të Allahu me namaz. Thot njoni, une në Ramazan besh vakt. A mos i shkoj Bajrami, as me agjerimin, as me namazin. Njëj, mos vdis pa namaz. Mos vdis pa namaz. As një punë e mirë nuk pranohet te Allahu nëse vdes pa namaz. Nuk posedoj fjalor më qartë. Thunumi çka doni. Unë emanetin e Allahut për e lonë supët e juve, takomët e Allahut, dhe e shovmi. A pas ka gjennet pa namaz ajo? Kemi olëmtu disa vitë, s'kam gjetë gjithë argument. Dhe gjithashtu i përgjigjem gjithë atinëve të cilët të tojnë, a kupton që arrejnë shpinën, të hajtë, s'ka problem. Lej se këto komunista janë nashtë. Komunista kanë qenë, do thonë komunista në tjesin. Kanë qenë komunizmë, në arsjetojmë përgjësi, për ata dhe për këtë arsye nuk nëzitojmë në nxjerrjen e kufrin këtë dënjë dhe risa në gjallë. Mirë më mos shko te Allah pa namaz. Mos shko te Allah pa namaz. Pa namaz ka xhenet. Pa namaz ka xhenet kur, hiç. Po të kje me imu gjek një kohët gatë 50.000 vite. Gjithmonë. Unë po tham gjithmonë. Detergjenti zjarit nuk e lan kufrin. Pa namazit ban qafir. Jo musliman të madh. Sa është hajgare. Nëse jemi të lujt. S'kena arë këto me lujt. Se jemi të bo hajgare me fmit e tonë, që cilës ja kena mbjell namazit. Wa quduha an-nasu wal hijara, gjalijet. Si të ballit tanë nesër kanë më bo, lëngjek se xhenemit. E ti e toleron, thot, no, se i vogël, në të rritët, në të flej. Në të flej? Në të flej në xhenem. Gjallin tanë ku ta shifës në mëngjes i shtrit në shtrat, dhe imët me aprish gjumin. E dim që ka do me thonë e vladi. Këshira ata si kur mu të bo gjallijot shkëndi zjarë, a këshenonën? U kalë shpia, po dalë pilon fmit, a i len? A i len? Si len? Qua atëre, gritu! Namaz! Namaz! Pe amere Allahut, emanetin e fun ka thonë, o umet, namaz! Namaz! Agjerim të nditën. Namaz Allahut iq. Agjerim të nditën. Që në esencë është halal, ushqimi dhe pirjen e ke praktis. Pastaj, agjeron terim Bajram, ele namazin, që të asgjësohet punë e mirë që e ke botan në Ramazanin. Allahu në rujtë, ja Rabbel Alamin. Kjo është dhe belaja e fetfagjive të cilët japin fetfa dhe ja morën qefin njerëzve. Mos marroni qef për. Marroni se xhenemi na prat të gjithëve. Pejgambert e Allahut gjunjëzohen ditën e Kiametit. Pejgambert e Allahut kanë mu pyetën. Nëse pejgambert e Allahut pyetën, na nuk do të pyet mu. Nëse na do të pyet mu. Na shumë kollaj kishmi pas me e thonë se agjeroni, Ramazan, 11 muaj kaloni. Çole që ishdoni? Ha? Ha mo agje ka varë. Ka xhenem. Ka ditë kje me hik prej bashkëshortës tonë edhe ajo për ti. Fëmio hik prej babës, baba hik për fëmijës. Li kulli mëri minhum jau me idhin shanu jughni. Çdo njeri të intereson në vetja, nefs. Për këtë arsye, për të qenë agjerimi i pranuar, duhet namaz. Thot njoni kam agjeru qisa vite, do me thonë kejtë bosh më pas kënë shkua. Jo. Di çështje shkurt, që mos të jemi qartë. E parë, çdo punë e mirë që e ke bon, Allahu nuk të asgjëson për derisa nuk vdes pa namaz. Nëse frimorja e fundit del pa namaz, kejt pluën bon. Nëse në fund të jetës ja nis namazit vdes me namaz, kejt Allahu t'i pranon. Kja mëshira e modhe Allahu. Njoni thot babën, nonën, babën, kuaj diçka e kam pasën, kanë agjeru, a mos kanë bon namaz. Do thot xhenem për gjithmonë, nuk e di në atë periudhë që kanë jetu. Ndoshta kanë arsye të Allahu për çka se o xhallarët si u kanë tregu. Ndoshta arsjetohen të Allahu për shkak mungesës së predikimit dhe tregimit. Alhamdulillah që kanë agjeru. Megjithatë, unë s'jam të fol për ato, jam të fol për ty që je gjallë. S'jam të fol të degmi. Jam të fol për ty.
Unë po tregoj rregulli i Allahut. Allahu na ka tregu. Ka marrë me ju tregu çka ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E jo çish po kena qef na. Ne kena ardhur me tregu çish po thot Allahu dhe pejgamberi Allahu. Çish shkohet në xhennet, shkohet me namaz, pa namaz s'ka xhennet. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu na i dashuron namazin. Jetoj në Perëndim dhe kam një restorant të vogël, a më lejohet që të servoj ushqim për jo besimtarët gjatë ditës së Ramazanit? Jo. Nuk lejohet. Haram. Për shkak se edhe jo besimtarët e kanë obligim që të agjerojnë, edhe pse agjerimi i tyre lipet pas besimit. Nuk je të drejta që të servosh edhe pse mendon se ato kanë drejta që mos të agjerojnë. Ato obligohen gjithashtu të agjerojnë. Ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim: "Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin." Pyesin ata xhenemlit i thojnë: "Çka ju çojnë në sakar në xhenem?" Thas se kena bo namazin. Tjetër: "Lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin." Dhe fukarat si ja kena ngjit dorën. Po mirë, qafiri janë ngjiti dorën si janë ngjiti dorën fukaros. Ka thonë, pse në xhenem edhe për këta? Ka thonë për shkak se më e vërteta, mendimi më i vërtetë dhe shumica e dietarëve se edhe jo besimtarët obligohen me namaz, me agjerim, me haq, me çdo sen që obligohemi na si musliman. Vetëm prej atyre nuk lipat agjerimi pa e thonë shahadetin. Te Allahu lipat shahadeti dhe agjerimi, dhe haxhi dhe namazi. Për këtë arsye Allahu ka thonë në Kur'anin e Kerim: "Janë vëllezërit e juve nëse e falin namazin e japin zakatin." Mushrikët janë vëllezërit e juaj nëse japin zakatin dhe e bëjnë namazin. A pranohet zakati? A pranohet namazi? A pranohet agjerimi i tyre pa e thonë shahadetin? Jo, te Allahu. Dhe ne nuk e alipmi agjerimin atyre përderisa nuk e thonë shahadetin. Te Allahu, Allahu i ndeshkon kafirët, jo besimtarët. Për shka? Për kufrin e tyre, për shirkun e tyre, për lonjën e namazit, për mos agjerimin e Ramazanit, për mos krirjen e haxhit, për mos dhënien e zakatit, për të këqijat që i kanë bë. Allahu i ndeshkon për këtë. E nëse Allahu i ndeshkon, ke drejta ti servojsh në Ramazan atinve, duke pretendu dhe mendu se ato e kanë halal, me ngron? Allahu ka thonë: ndihmoni në të mirë dhe mos u ndihmoni në të keq. Selam aleikum, cili është më e mira, a të lexosh Kur'an të përmendsh apo të lexosh me musaf të hapur? Në cilën mënyrë e gjen zemrën më mirë, çashtu është më mirë. Edhe pse më e preferuar është me lexu me si hapur që dhe si të morin pjesë në ibadet. Selam aleikum, o nderuar, me siguri keni ndëgju që në kinë si vjetë muslimanët ja kanë ndalu agjerimin. A kanë gjuna ata për mos agjerimin e këtij muaji dhe çfarë duhen të veprojnë? Lusim Allahun azza wa jall që Allahu këtë sprovë ta ngrit nga vëllezërit tanë në kinë. Është e vërtet se atinve ja kanë ndalu agjerimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, kështu që ne faktikisht kur i ndëgjojmë këto lajme duhem ta falemndrojmë Allahun azza wa jall ku jetojmë me një vend që nuk jemi sprovu me atë sprovë që janë sprovu vëllezërit tanë. Dhe din pleqton që sprovat që cilët i kanë kaluan, kurse ka vëllezër tanë në kinë të cilët janë të sprovu me njëjtën sprovë që nuk i lejojnë apo ja imponojnë prishjen e agjerimit. Çfarë duhen të bojnë ata? Ata duhen të agjerojnë, apo nëse njeriu sprovohet me një sprovë të tillë duhen të agjerojnë. E nëse gjatë ditës ju imponohet që të çelin agjerimin, e çelin me mos, ku të largohen prej atinëve, prap vazhdojnë agjerimin dhe agjerimi i tyre është i pranuar, nuk i prishet. Pra sikur mësues përpara, ju e dini mësues tonë që kanë folë shqip në gjuhën tonë, që ja kanë prish fëmijëve agjerimin në shkollë. Pra nëse ja kanë imponu një gotë ujë me pi, e pin çat gotë ujë ama nuk i prishet agjerimi. Nuk i prishet agjerimi, konsiderohet pirje e gotës e ujit, apo ushqimi që e han gjatë ditës së Ramazanit sikur me pas harru. Se thot pejgamberi Allahut, Allahu azza wa jall e ka ngrit ndëshkimin ndaj umetit tim për tre sende, për gabimin, harresën dhe imponimin. Nëse t'imponohet diçka, jo me dëshirën tonë, t'imponohet dhe s'ke rrugdalje,
atëre hanë me mos, mirë po jo njoni thot e kam qelë edhe këpe vazhdoj, masi e qelë, a kupton për vazhdoj, jo. Pra hanë me mos. Apo, kanë thonë e qelë para tinëve kinse nëse të rezikot jetë. Para tinëve e qelë kinse nuk jetë agjeru, e pastaj e vazhdon agjerimin. Në këtë formë, dhe kanë thonë ulemot, përgjigje për vëllezërit tanë në kinë, këtë formë, që ta agjerojnë këtë muaj, falemdrojmë Allahun Azza wa Jall, që Allahu s'na ka sprovu me kësisoj sprove, për sot edhe këto dy pyqet e fundit, shkort inshallah, e inshallah javën e ardhshme do të vazhdojmë me pyqet të cilët kanë ngel. Selamu alaikum, posedoj dukat që zbukurona me të, dhe sasia të cilët është që obligohet zeqati. Mirë po nuk posedoj para për të nxjerrë zeqatin. Çfarë duhet të veproj në këtë rast? Pra si duket do me thonë që është dukat për zbukurim. Gruaja që zbukurohet me dukat. Dhe ka arrit nisabin, sasin që obligohet gruaja që të jep zeqatin, 85 gram. Mirë po nuk ka pare me dhonë zeqatin. Çfarë duhet të bën? Duhet që një pjesë të dukatit prishet, edhe qipët zeqati. Thot njoni prej neve, nëse e prishmi që shtu atëre, shkojmë, usos, nuk sosu. Për shkak se për ata Allahu Azza wa Jall ka bot 85 gram, 85 mjafton gruajes për zbukurim. Se gruaja ka nevojë të zbukurohet me dukat dhe me argjend, nga se dukati ja shton hormonët. Deri në 85 gram, si të kaloje përmi 85 gram, veç e damton dhe e ranon. Tamam? Atëre nëse ajo do në muranuën, atëre të jape zeqat. Ndërsa burri haram e ka dukatin, për shkak se ja prish hormonët, e ban pangjenje, heki zinxhirt në qafë, për shkak se janë për femra. Tha po, mas i gratë i bajnë, pëse na mos mi bajnë? Gratë i bajnë, me jeshtu hormonët. Ndërsa ti i banë, të zvoglohen, edhe bash pangjenje. Pasaj s'ka fmi, do dhe problemet të cilat i paraqiten, për shkak qafarës tonë. Ti e prish vetën tonë, se Allah në tanë si jetë të ndëgju. Kjo gru çka duhet të vepron? Kjo duhet të aprish një pjesë zeqatit, të dukatit, dhe të jep zeqat. Të njoni më në kam nisë nëse anë për zbukurim as i fistan. Do thonë dukatin nëse anë si zbukurim, i zbukurot burët, edhe pse gratë të cilët i zbukuron burët. Ku i keni pa ato gratë që i zbukuron burëve, inshallah. I keni pa të shqiptarta. Gruaja zbukuron ndarësë. Që burri vetë mi dalë për para se njef nusën e vetë. Për këtë arsye vëllezër të ndërshëm, ka thonë as i fistoni, fustoni që e ke ble grestoni, a mund është pastaj në pazar me qitë mas 10 vetëve me shita në ta blen dikush? Edukatin? Dha. Ai eski shkash i vjetri edhe ma shtrejt. Do të thotë që kjo paska pesh. Pra ata dukati qovë dhe për zbukurim, mendimi ma i sakt, dhe unë i takoj ati mendimi, duhet për çdo vjet të jipet zeqat nëse e mush motin dhe ka dukat më shumë se 85 gram. Kush duhet të jep? Burri? Jo. Ajo duhet të jep zeqat. Nëse burri ban mirë e jep, pranohet, s'ka problem. Nëse vjerri ja jep jalot zeqatin, s'ka problem. Amo vullnetarisht për ati. Nëse baba ja jep zeqatin, në vend të asaj, s'ka problem. Amo këto nëse se japin, në xhenem ajo hin. Ajo duhet të aprish një bilizik, duhet një pjesë të dukatit të saj të aprish, derisa të bjerë në 85 gram. Nëse bjerë në 85 gram, atëre s'ka zeqat. Atëre zbukurohet me ta derisa ta qallë. Hoq, kam vjell qëllimisht dhe nuk e kam ditë, që e prish duke mendu se të vjellurit nuk e prish agjerimin, a duhet ta kompenzoj atë ditë. Nëse se ke ditë se prish të vjellurit qëllimisht agjerimin, nuk duhesh ta kompenzojsh atë ditë. Për shkak se Adi ibn Hatim, kur ka zri pa jetin Kurani Kerim, se fillon e agjerimin kur të dalloje pen i bardh nga pen i zi. Adi ibn Hatim një sahabi i ka morë dilitar, devës, një të bardh dhe një të zi. Dhe i ka nu në një stik. Njënin të zivin, njënin të bardhin. Edhe ka ungjën me hongër, a kupton si ferë, derisa pikëshir penet, apo dallohen derisa, kur kanë fillu mu dalluan, atër e kalon. Dhe i ka tregu pejgamberit Allahut, Adi ibn Hatim, ka thonë prom, ka hongër mirë.
Ka thonë për çka se kur fillun penët mu dalluan, atëherë tha e lash si firin e nala. Tha pejgamberi Allahut inna qafaka la arid. Ka thonë vërtet ti o Adi ibn Hatim kokën e modhe pas e pas. Shumë i meqëm ka shikon. Ka thonë nuk e kam për qëllim, nuk e ka pas Allahu për qëllim, thot penin, litarin e devës, bardhin dhe xivin, po natën dhe ditën. Natën dhe ditën. Mi po tash parashtrohet pyetje. Pse pejgamberi Allahu tha ja Adi ibn Hatim ke ditë që e ki hongër, ke ditë që ke ngëronën, bane kaza. A i tha pejgamberi Allahu? Jo. Do të thotë nëse vepron diçka me pa dije, atëre do të thotë që kjo ditë kuët. Ke vjellë se ki ditë se qëllimisht, nëse njeri u vjellë qëllimisht, do të komenzon atë ditë. Nëse i vjen me të vjellë, pa qëllim, nuk e prish agjërimin. Po ki qëllimisht ka vjellë, dhe nuk e ka ditë, dhe këti nuk ju ka prish agjërimin. Sikur transmetohet, me këta e përfundojmë, Esmaja radiallahu anha tha, një natë ka qenë vërandë. Menduam se u bën iftari, e qëllëm iftarin. Masi e qëllëm iftarin, kur dikur dul dilli. Kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njoni thot, a këpëdon, mirë be ju që pe matë një ketë, më të këshirë sabajnë e këta ata, këpëdon, po kura vranë? Ka i laqë për këta. Po që këtë hadith pejgamberit Allahut për të regoj dhe për përfundoj sot, Esmaja radiallahu anha, thot kone pejgamberit Allahut, ta qëllëm iftar. Tha e murëm, e matëm, me men, do thonë e kanë motë me men, se s'ka pas orë, s'ka pas ketë. Po çështja e kanë motën, çështjen kanë mendu se ka iftari, apo iftari. Tha qëllëm iftar, masi qëllëm iftar, tha dul dilli, çka të bojmë tash? Pejgamberi Allahut nuk e ka porosit ato, tha, tho, atëre bane kaza atë ditë. S'ka nevojë me bë kaza. Për çka se apo pa dije. Sikur njëri çohet mëngjes, edhe drejt në frigorifer, duke menduar këshir se kupton saatin sa? Saati kanë a kupton në 3, a saati 5. Ku saati 5 edhe ke kupton. Mendoj saati 3. Edhe prej qel, edhe vazhdon agjërimin. Kur vërtetot, kur e këshir saati 5, do të thotë që ki njeri a ka agjërim, ka agjërim. Se ke ka bo me padije. Pra këta lusim Allahun azza wa jall që Allahu ibadetet tonë Allahu t'i pranon. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu dhe ato ditë që kanë ngel Allahu t'na leson. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.